A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lavdimet, falënderimet tona I takojnë vetëm Zotit xhallashanuhu. Atë falenderojmë, e madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, rahmet kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dedikojmë të dashurit të njerëzisë, vulës e pejgamberve, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik e fisnik dhe për të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në përfundim të kësaj dynjaje. Të dashur dhe të respektuar vëllezër, pastërtia në Islam është hyjnore, e fillon prej krijuesit të gjithësisë, I cili është I pastër nga çdo emet e cila I atribuohet për njerëzve. Allahu është një dhe I vetmi I cili meriton të adhurohet, nuk ka zot tjetër përveç Tij, dhe ai nuk ka nevojë për asgjë, të gjitha krijesat e tjera kanë nevojë për të. Është I vetmi I cili është I pafillim dhe I pambarim. Çdo gjë është I krijuar nga ana e Allahut, e ai është krijuesi Allahu subhanahu wa taala. Andaj pastërtia e besimit është ajo që e ndërlidh dhe I shton pesh shumë pastërtisë në fushën islame. Andaj pejgamberi I Zotit Muhamedi alayhi salam ka thënë se pastërtia është gjysma e besimit. Praktikisht, pastërtia është vepër e cila duhet të përfshihet në çështjet e Islamit, jo të imanit, mirë po për shkak të rëndësisë së madhe, pejgamberi alayhi salam ka thënë se pastërtia është gjysma e besimit islam. I madhi Zot xhallashanuhu në ajetet e Kuranit ka thënë: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zoti xhallashanuhu I don ata të cilët pendohen për gabimet metat e tyre dhe I don ata të cilët janë të pastërt. Prandaj pastërtia në Islam është e jashtëzakonshme. Është kusht prej kushteve që besimtari të adhurojë Zotin xhallashanuhu në formën që Allahu xhallashanuhu dëshiron. Të dashur dhe të respektuar, që njeriu të adhurojë Allahun xhallashanuhu duhet të jetë I pastër. Andaj papastërtitë I kemi thënë që janë dy lloje, papastërtitë të vogla, të cilat rregullohen me marrjen e abdesit, dhe papastërtitë të mëdha, të cilat kanë nevojë për pastrimin e tërë trupit, I cili pastrim në Islam quhet gusl. Gjendjet apo rastet kur njeriu kalon në papastërtitë të mëdha janë disa. Fillimisht është ejakulimi I spermes, kur besimtari është I papastër që në gjuhën popullore quhet junub. Ky person duhet të pastrojë tërë trupin e tij në mënyrë që të kthehet në gjendje të pastër. Duhet të përmendim këtu që në rastet e ejakulimit të spermes për shkak të smundjes, të ftohtit, të ndonjë ngarkese, të ndonjë smundje të caktuar, në këtë rast është për obligim vetëm pastrimi I ndytësirës dhe marrja abdes. Prej gjërave të cilat e obligojnë guslin, gjithashtu është edhe intimiteti bashkëshortor. Intimiteti bashkëshortor e obligon guslin, është obligim larja për dy çiftet, pavarësisht a ka pas ejakulim apo jo. Dhe kjo është e pakontestuar në mesin e dietarëve islam. Të gjitha nënat, motrat të cilat përfundojnë ciklin mujor janë të obliguar që të pastrohen, të marrin gusl. Gjithashtu, edhe gratë të cilat e përfundojnë ciklin e lehonisë e kanë për obligim që të pastrohen në përfundim të atij cikli dhe kështu të ju lejohet atyre të falin namaz, të lexojnë Kur'an e kështu me radhë. Prej gjërave apo prej rasteve kur njeriu duhet të pastrohet është edhe personi I cili vdes. Edhe nëse është pastruar 10 minuta para se me ndrur jetë, në momentin e vdekjes bëhet obligim gusli pastrimi atij personi vdekur. Ky obligim fillimisht bie mbi anëtarët të ngushtë familjes dhe pasandej zgjerohet. Nëse dikush e ka kryer këtë obligim e ka pastruar atë person, të gjithë lirohen nga obligimi dhe sevapin e ka ai person I cili e pastron atë person I cili ka ndruar jetë. Një kategori e njerëzve përjashtohen nga pastërtia apo nga obligueshmëria e pastërtisë së tyre apo guslit të tyre, dhe ata janë dëshmorët të cilët kanë rënë fush betejë për hir të vatanit, për hir të fesë, për hir të gjuhës, për hir të mbrojtjes pragut derës së tyre. Ata shkojnë me gjakun e tyre të Zotit. Gjaku I tyre është pastrim.
Prandaj ata nuk lahen. Uji nuk është më i pastër se sa gjaku i tyre. Ata janë të veçantë, janë të privilegjuar të Zotit, që finosen falet namazit xhenazës së tyre dhe ata shkojnë ashtu sikurse që kanë ndruar jetë, ashtu sikurse që kanë ndërzuar gjën me të shtrajtë të tyre. Nëse dikush thotë se çka keni bërë apo çka bëjnë mes muslimanët apo si edukojnë shoqërinë muslimanët për mbrojtjen e vendit vet, për mbrojtjen e dheut vet, familjes vet, pragut derës vet, ne ju themi shumë lehtë se nëse dikush ka rënë dëshmore, ka sakrifikuar jetën e vet për këtë vend, për këtë prag derës së tyre, e ka gradën më të lartë të Zotit që edhe të dashurit e Zotit ja kanë lakmi. E ky person është i privilegjuar te Allahu që ndërmjetëson te Zoti, ja jap këtë mundësi, këtë kompetencë madhe Zot me ndërmjetësuar te Allahu xhaleshanu mbi 70 të dashur të tij. Ku po don privilegj, ku po don kontribut, ku po don edukim më të mirë se sa kjo kur njeriu nxitet dhe stimulohet që të jap gjithçka prej mendjes, angazhimit, por nëse është e nevojshme edhe jetën e tij për vendin e vet. Prandaj kjo është edukimi të cilin na ja bëjmë shoqërisë tonë, vendit tonë, rinisë tonë, të ardhmës tonë, që na të japim gjithçka prej mendjes, angazhimit, mësimit, studimit, pasurisë dhe ta kryjmë amanetin në formë më të mirë, e nëse është për obligim edhe jetën ta japim për çka për vendin tonë. Të dashur vëllezër, është e kundërta dhe është një dallim shumë i madh mes dëshmorit dhe atij i cili e dëmton vendin e vet. Dhe populli i tij nuk janë rahat prej tinaj. Ai personi i cili i plaçkit njerëz nëpër rrugë, shembull, atij personi nuk i falet namazi xhenazës fare në Islam. Mësim dhe edukim për njerëz se sa shëmtuar është një vepër e tillë. Prandaj njerëzit duhet me kuptuar që Islami është qetësi për shoqërinë, garanci, siguri dhe sakrificë për vendin ti ku jeton. E ai personi i cili Zoti na ruajt është prej atyre që ka dashur në mënyrë artificiale me ndrruar gjininë e tinaj, ato kush me la ato? Me la burr ti nuk e din ndoshta grua, me la gruaj ndoshta është burr. Ato se lën drinë as llopi. Andaj edhe ky hin çat taborrin aty në që realisht do të më dhon mësim njerëzve që një vepër e tillë është e shëmtuar. Krenaria jonë janë dëshmorë të vendit tonë. E jo ata cilët dojnë me ndryshue gjininë e tyre dhe dojnë me ndryshue krijimin e Zotit për ambicjet e epshteve apo misioneve të caktuara të cilat na kena frikë shumë që bien njerëz prej aty në. Kështu që një gjë e tillë për neve është e padëshiruar, është e papranuar. E kështu që në Islam, fenë islame, që ta njerëz s'ka kush i lan. Sigurisht që finosen dhe varrosen, sepse është për obligim, është nder që njeriu në varros, mirë për në aspekt pastërtisë, ai person nuk pastrohet fare. Por cilat janë kushtet e pastërtisë që me u arrit gusli më u realizue? Fillimisht duhet që besimtari më ulaj tër trupi i tij. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nëse jeni të papastër junub, atëherë pastrohuni. Ka ardhur në version gjuhësor që ty të thotë pastroh në formën më të kompletuar dhe më të mirë, që do thotë të arrit ujit në çdo cep të trupit tënd, në të cilin nuk dëmtohet trupi nëse arrin ujit atë. Kështu që ai bie që do të më u la krejt trupi, me u lag krejt trupi, me u vendos ujit në gojë dhe në hund, e këto janë kushtet e guslit. Më u laj tër trupi, me përfshi ujit tër trupin dhe me u vendos ujit në gojë dhe në hund, më shpërla goja dhe hunda, ndërsa syt janë të përjashtuar prej kësajna, se ka mundësi që i dëmton syt. Prandaj arrihet ujë në tër trupin, përveç në vendet ku mundesh për me lëndue trupin tënd. Ki një varr në trup, lirohet nga pastrimi. Shembull, e prej veprave të mira që është me rënd dhe me konsiderat për më respektue gjatë pastërtisë janë si vjen. Fillimisht bëhet njët që me u pastru. Në këtë rast njëti e dallon veprën nga adeti dhe bëhet ibadet. E për këtë arsye është e preferuar që të bëhet njët me u pastru. Të pastrohen duart deri këtu, deri në nyje, në mënyrë që duart e tua të jenë të pastërta. Sepse nëse duart janë të ndyta dhe fërkon trupin ti, atëherë ndytësira shpërndahet në trup. Është mirë dhe është e rrugës që fillimisht gjatë pastrimit të eliminohen ndytësirat nëse ka ndytësirë në trup. Gjithashtu të merret abdes. E nëse ndodh pastrimi me kofe, taz
apo ngjajshme që kanë ndodhur në kohët e mëhershme, atëherë sigurisht që është mirë të pastru koka, krahu i djathtë, majti, pastaj më hedh ujë tër trupin. Por nëse dikush pastrohet nën ujvar, atëherë renditja e sunetit, formës së pastrimit bie, nuk është sunet. Prandaj nëse sot tushat pastrohet dikush nën tush ku ujit vjen në formën e ujvarës, gjithashtu kjo renditje nuk konsiderohet dhe nuk ka ndonjë vlerë të veçantë. Çka ndalohet kur njeriu është i papastërt? Kur njeriu është i papastërt, Zoti në Kur'an, ato ju të cilët keni besuar, mos falni namaz derisa të pastroheni. Prandaj xhamia është simbolik e namazit dhe me hyrë në xhami pa pastërti nuk lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la uhillu al-masjid li haid wala li junub. Nuk e lejoj xhamin, nuk lejohet me hyrë në xhami ajo e cila është me hajz, me cikël mujor dhe ai i cili është i papastër junub. Ky hadith është transmetuar nga Abu Davudi, Ibn Majah, disa dietar kanë thënë që është i saktë, disa kanë kontestuar saktësinë, mirë po ajo që është e rëndësishme është që dietarët islam kanë punuar me të në mënyrë të përgjithshme. Prandaj e fuqizon kuptimin e ajetit të Kuranit dhe hyrja në xhami për ata i cili është i papastër, qoftë për gratë kur janë cikël mujor, qoftë për ata të cilët janë xhunub, kjo në gjë tillë nuk lejohet. Nuk lejohet gjithashtu të falet namaz kur besimtari është i papastërt, kur është xhunub. Dhe përmendëm ajetin e Kuranit i cili e potencon një gjë të tillë. Nuk lejohet që besimtari të lexojë Kur'an kur është në gjendje të xhunublakut apo në gjendje të hajzit apo lehonis. Këtë çështje kemi shpjeguar edhe në temat e kaluara. Mirë po du prapë me ritheksu se disa prej dietarëve islam të mëdhëpit maliki kanë leju që me lexu gruaja e cila është në cikël mujor për shkak të kushteve të cilat apo sistemit arsimor i cili është në vendin tonë ku vajzat dhe gratë janë të obliguara të ndjekin mësimet e tyre në sistemet arsimore me programe të caktuara, me orare të caktuara, të cilat nëse nuk i shfrytëzojnë një ikun dhe kanë mundësi me u dëmtu e ardhmja e tyre për këtë arsye. Dhe në këtë rast shfrytëzohet mendimi me thënë tjetër. Mirë po kjo mbetet e kufizuar me mësueset dhe nxënëset, jo në mënyrë generale për çdo kënd. Për këtë arsye duhet të pas kujdes shumë, jo jipet një drejtë e tillë vetëm mësuesve dhe nxënësve apo studentëve të cilat mësojnë për shkencat islame. Mos të harrojmë se kur besimtari është xhunub apo i papastër, atij lejohet të dalë, të lvizë, të punojë, të gatuaj, e të bëj punë të ndryshme, sepse nuk është i papastër gjendja fizike e tij. Në këtë rast kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam të cilin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu i cili ka thënë kam qenë me pejgamberin alayhis salam, kam dalë dhe kam shkuar në një vend, në atë rast jam larguar pa më vërejt pejgamberi alayhis salam dhe jam vënë për pak kur jam kthye, më ka pyet pejgamberi alayhis salam ku ishe o Abu Huraira o Abu Hir, sot i kam thënë kam qenë i papastër dhe isha për t'u pastruar. Në këtë rast pejgamberi alayhis salam ka thënë subhanallah o Abu Huraira, besimtari la yunjas, nuk bëhet i papastër. E kështu që në këtë rast kjo është argument që lejohet për me dalë, me punu, me vepru e kështu me radhë dhe ecja e tij, lëvizja e tij, puna e tij nuk është ndaluar në këtë gjendje, por gjithherë preferohet që të pastrohet sa më shpejt dhe nuk lejohet të mbetet i papastër që të ikë koha e namazit, do mund të jetë i papastër dhe ai papastërtia e tij të bëhet shkaktar që ky mos të fal namazin.